Mirë se erdhët në Mashqip. Sot duke qenë se jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, kam ftuar një personalitet të respektuar mes imamëve dhe besimtarëve të fesë islame. Ai është një imam i vlerësuar dhe nga autoritetet amerikane, zëri i cilit ka një ndikim të jashtëzakonshëm në komunitetin musliman shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E për këtë kontribut ai është nderuar disa herë me çmime dhe vlerësime nga kryetarë bashkish, kongresmen dhe senator. Vetëm pak ditë më parë ai u vlerësua edhe nga Senati dhe Asambleja e Përgjithshme e shtetit të New Jersey. Por ky nuk është i vetmi vlerësim. Ai ka marrë çmime edhe në shtetin e Connecticut, ku së bashku me një prift dhe një rabin formuan një treshe që vizitonin shkollat mesme dhe universitete për të dhënë mesazhe tolerance, paqe dhe bashkim mes feve. Miq, sot me mua është ish zëvendëskryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, i cili aktualisht drejton qendrën komunitare islame në Verit Lindjet në New Jersey, Imami Gazmend Aga. Imam Gazi, faleminderit që pranuat ftesën të jeni me ne sot. Faleminderit dhe ty për ftesën i dashur. Zoti ju nderoft. Si jeni andej, mirë të gjithë? Si po Si po ecën koha në New Jersey tani, besoj më ftoft apo pak a shumë njëjtë si këtej? Ne jetojmë pak a shumë në të njëjtin pjesë gjeografike dhe pak gradë na ndajnë. Çdo stin ka të bukurinë e vet, por mund të themi se këtë vit e kemi jetuar dimrin po ngopi se thuash me stinën e dimrit. Kemi patur mjaftueshëm bor. Agjërimi si është këtë vit? A janë ditë më të lehta apo më të vështira? Tani agjërimi në radhë parë dua t'i uroj të gjithë vëllezërit dhe motrat, ngado që na ndjekin, edhe ata që e agjërojnë, por edhe ata që nuk kanë mundësi të agjërojnë, por që i respektojnë apo kanë njerëz të dashur që agjërojnë, është stina e dashurisë, stina e mëshirës që çdo besimtar pret me padurim çdo vit. Pak a shumë njerëzit të agjërimi fokusohen tek pjesa e abstenimit, se thuash tek çfarë qëndrojmë larg gjatë agjërimit, ndërkohë që ato janë më shumë vetë rruga dhe qëllimi mbetet devotshmëria, të bëhemi njerëz më të mirë. Kështu që edhe këtë vit, për sa kohë që njeriu ruan dëshirën për të arritur qëllimin, për të arritur devotshmërinë, çdo hjek, çdo vujtje, thojse që vjen nga kjo është vetëse një dhuratë apo një stacion tjetër që të afron më shumë me atë që synon të arrish. Po, imam, çfarë do të thotë muaji i Ramazanit për një besimtar musliman? Fakt, ju e cekët pak e dy gjëra, po që të hym pak në brendësi të këtij muaji të shenjtë. Tani kjo është unë do të thras her pas here imam, her pas here gaz, ti nuk mërzitesh. Pa problem. Ne jemi edhe shok. Pa asnjë problem, jemi dhe vëllezër. Mund ta quajmë si muaj i rikthimit tek vetja dhe tek Zoti. Shumë imam, shumë teolog, shumë dietarë quajnë si shkolla e devotshmërisë, shkolla që e pastron njeriu. Edhe Zoti kur e shpjegon në Kur'an agjërimin na thotë se është bërë është bërë obligim për besimtarët agjërimi, ashtu siç ka qenë dhe për popullin e parshëm, me synimin që të arrini devotshmërinë. Të mësosh disiplinën, të pastrosh zemrën, të jesh më afër me njerëzit, pak a shumë të bëhesh njeri më i mirë, kështu që besoj se ja vlen për çdo kënd. Në fakt të vërteta, përveç se agjërimit ka dhe disa, po themi, rregulla të mira, të cilat çdo besimtar duhet, po themi, të jetë më i përkushtuar gjatë muajit Ramazanit. E çfarë duhet bëj konkretisht, në kuptimin që përveç të agjëroj, të mos të po themi të Po ne jetojmë në Amerikë dhe sidomos në pjesët ku ne jetojmë, në New Jersey apo në Massachusetts, në Boston, ka një diversitet të jashtëzakonshëm, ku ka këtu New Jersey ka mbi 150 komunitete, kultura të ndryshme dhe kuptohet edhe fe të ndryshme. Dhe diçka që Zoti na mëson te ajeti që preka pak më parë është se agjërimi
ka ekzistuar tek gjitha fet, tek gjitha kulturat, tek gjithë popujt. Edhe akoma sot, pavarësisht se çfarë ndryshimesh mund bëjë një person apo një grup njerëzish tek feja e vet, sepse çdo kush ka bot kuptimin e vet se ç'është feja, ka gjithmonë mbetet diçka agjërimi. Nëse ke vënë re shkon tek doktori të flet për agjërimin e 15 orësh apo 16 orësh. Pra, pjesa teknike e agjërimit, që besoj se tashmë shumë shqiptarë dinë, është që ndrosh pa ngrënë papir dhe larg marrëdhënieve, çdo marrëdhënie intime, nga lindja në perëndim, më saktë ne i themi nga imsaku deri në iftar, nga fundi i syhyrit deri në fillim të iftarit, por profeti Muhammed, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë me të, na mëson shpirtin e agjërimit, ku thot kush nuk e lë fjalën e keqe, thot, edhe Në fakt veprën e e kjo më keqe. shumë do fokusohesha te fakti që njerëzit du të jenë më dorë lëshuar këtë muaj, apo do jenë më gojkyqur në një farë mënyrë të fjalët. Kur dietarët flasin për nivelet e agjërimit, niveli i parë i agjërimit është që stomaku të mbetet pa ngrënë edhe pa pirë, ndërsa në nivelet më të larta bëhet fjalë ku njeriu të agjërojë dhe me shqisët e tij, të agjërojë me syt, të agjërojë me veshët, të agjërojë me gjuhën, me dorën, të mos e shoh të keqen, të mos e përhap fjalën e keqe, madje edhe të mos e dëgjojë të keqen, kjo është shumë e rëndësishme. Në Islam ka një trajtim shumë të veçantë të përgojimit, që nuk është në shumë fe, madje do të thoja është origjinal i Islamit, ku konsiderohet si një gjuna shkatrues i një shoqërie, edhe është përgojimi, dhe gjatë këtij muaji, jo vetëm që kuptohet, gjithmonë është keq me përgoju tjetrin, por këtë muaj sidomos kujtohemi që të qëndrojmë larg fjalës keqe, edhe ai që e thot, po edhe ai që e dëgjon. Asnjëherë nuk ka përgojim me një person. Po ti Ai që përgojon vetëm, po vazhdo, më fal. Domethënë nuk ka ndonjë person që përgojon vetëm, ka gjithmonë një listener, ka gjithmonë një dëgjues, edhe ai është pjesë e gjunafit. Po në aspektin e zemërgjërsis, besoj është pak më e theksuar ky muaj, du t'jenë shqiptarët pak më dorëshuar, dhe ka shumë besimtar shqiptar që agjërojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me aq sa keni informacion, kuptohet. Është prej mrekullive të Zotit që megjithëse agjërimi në pamjet parë është nga adhurimet më të vështira, nuk është e lehtë që ndrosh 13 orë, 14 orë, sipas tinës, pa ngrënë papir, ka që punojnë në restorante, ka që punojnë në ndërtim, por është adhurimi që praktikohet më shumë nga besimtarët muslimanë. Edhe kjo tregon edhe të bereqetin e madh, mëshirën e madh që ka muaji Ramazanit, në cilin Zoti ka zbrit Kur'anin, është muaji i mëshirës, muaji i faljes, muaji në cilin ndodhet një natë më e mirë se sa 1000 muaj, edhe është nata e Kadrit. Dhe ka shumë shqiptarë që agjërojnë, ka shumë shqiptarë që e ruajnë këtë traditë, madje ka shumë që e nisin nga fillimi, kuptohet shqiptarët janë nga treva ndryshme, shqiptarët e Shqipërisë ka një lloj rrugtimi ndryshe nga shqiptarët nga Maqedonia, Malizi apo nga Kosova, por mund të them se ka shumë që agjërojnë. Po gjatë këtij muaji besoj edhe qendra ku jeni juve, ne do flasim pak më poshtë. Fakt, po a keni organizime të veçanta gjatë këtij muaji? Siç ti e din, ne muslimanë besojmë se këtë muaj shejtani është i lidhur me pranga, me zinxhir. Edhe kur është i lidhur ai, shohim se si ndryshojnë gjërat. Prej atyre është pjesëmarrja, është ajo që preket pak më parë, njerëzit janë shumë më zemërgjër, janë shumë më të prirur për të dhënë, për të ndihmuar, dhe rrjedhimisht njerëzit sakrifikojnë më shumë nga koha. Këtu në Amerikë nuk është e lehtë, koha është e shpejtë, njerëzit punojnë pak a shumë tashmë, duke punuar çdo vend botës, punon edhe nëna, punon edhe babai. Këtu edhe udhtojnë shumë për shkuar nga shtëpia në punë. Megjithatë, ka shumë aktivitete në xhami, njerëzit në xhami nuk gjejnë veç një vend ku falen bashk, por njëkohësisht është një vend takimi, është një vend social. Aty takohesh me familjarët e tu, ku tashmë ndoshta nuk është fisi yt i gjakut, por janë familjarët e tu, janë njerëzit nga
njëri besim, po edhe të njëri pak a shumë njëri gjak, sepse shqiptarët janë prej popujve më të vegjël që kanë organizimin institucional më të hershëm në Amerikë, është një komunitet që njihet pak a shumë edhe nga të tjerët. Ne në numër nuk jemi shumë, si po të krahasosh të themi me popujt e tjerë, por në aspektin e institucioneve kemi pasur fatin që të parët tanë kanë investuar, janë bërë bashkë, kanë hapë xhamia, kanë hapë qendra ku mblidhen njerëzit për iftare, për sefyre, për Në fakt kjo është seminare edhe e tjerë. bukra e darkave të shkëmbyer të njëri tjetri. Ajo që realisht gjatë muajit Ramazanit më mungon është edhe fakti në Kosovë, sepse në Kosovë ti e di shumë mirë që ose në Shqipëri darkat një natë njëri për iftar, një natë tjetri. Kjo është pak më e ndjeshme në fakt, ande se sa këtu. Këtu mundohen besoj të prirën të takonin një qendër se sa ndoshta të kenë edhe në përshpia, ose ndoshta edhe komuniteti këtu ku jam unë nuk është shumë, nuk kemi aq shumë njohuri me persona të ndryshëm të cilët edhe agjerojnë, që është e vërteta. Se jemi një grup i vogël njerëzish të cilëve unë kam djeni se mund të jenë më shumë, por që nuk kemi një qendër komunitare muslimane në fakt këtu të shqiptarëve. Ekzistojnë disa qendra e turqve, Bangladeshit, në West Roxbury që është një më e madhe e amerikanëve, po themi e muslimanëve amerikanë, por që vetë shqiptarëve në fakt fatkeqësisht nuk kemi këtu, akoma nuk po gjejmë një gjuhë të përbashkët me gjithë që të bëhemi të mblidhemi për të krijuar një qendër të tillë. Po atje te IQ besoj është më e theksuar, duke qenë që janë qendra të ndryshme që ekzistojnë. Po, këtu në North Jersey janë dy nga qendrat më të vjetra të shqiptarëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku qendrat datojnë mbi 50 vjet që janë formuar. Janë dy qendra, njëra është në Garfield dhe njëra është në Riverdale, dhe qendra ku unë shërbej. Qendra kulturore shqiptare Struga, quhet, është themeluar nga shqiptar, kryesisht nga Struga dhe nga Treva për rreth, po që i shërben gjithë komunitetit shqiptar. Këtu ti besoj tashmë e shef dhe e di që vendi ku jeton, vendi ku ndërton jetën, është shumë i rëndësishëm sepse ajo do të determinojë edhe njerëzit që ke përreth, komunitetin që ke përreth. Dhe New Jersey është një nga vendet ku komuniteti shqiptar musliman, por edhe shqiptar në përgjithësi, është i dendur në gjeografi më të ngushtuara, po edhe ka dhe shumë shqiptarë që edhe vinë xhami. Po në fakt tani me sa e diun, frekuentojnë xhamin. New York, New Jersey, komuniteti më i madh i shqiptarëve dhe Michigani me sa e diun, krahasim me gjitha. Është dhe Connecticut, Edhe Connecticut, ja. Po, kur kam shërbyer 5 vjet aty. Po, do të pyes në fakt pak më poshtë edhe për qendrën në Connecticut, sepse ke pas një gjë të bukur atje, që edhe para të edhe u vlerësuat. Po si është një ditë tipike e jotja Gaz në SHBA, një imamit, si është një ditë tipike një imamit në një që drejton edhe një qendër? Tani këtu ti besoj e di që pavarësisht profesionit që ke, ai që është prind sidomos, ka dhe detyrën e shoferit. Edhe pastaj vazhdon tek punët e tjera. Po, mi shpërndaf në shkolla. Me shpërndaf për shkolla, në për kurse, në për sporte. Edhe jo tashmë është pjesë e çdo prindi dhe në 2026, në shekullin 21, mendoj se një prej roleve më të bukura që mund luajë një fetar është të jetë një familjar i mirë. Të japi, ta mbaj gjallë këtë pasurinë e të pasurit një familje, se sa e rëndësishme është që i riu të martohet, që të mbaj fëmijë, që të edukojë, që të arsimojë. Dhe kjo besoj është një prej begativave më të mëdha që shoqëri kemi fëmijët. Dita tipike, unë jam edhe drejtori i një shoqate këtu, dhe njëkohësisht punoj edhe si imam tek qendra shqiptare. Këtu imamët në Amerikë kanë edhe punë administrative, ku organizohet administrativisht një qendër, më shumë flas për North Islamic Community Center. Ka edhe punën e, le të themi, nuk do të themi psikolog, po këshillimi është pjesë e rëndësishme e çdo kleri fetar në Amerikë. Tashmë klerikët përgjithësi kur trajnohen marrin edhe mësime këshillimi. Ku në një botë ku njerëzit punojnë shumë,
kanë turistënit jashtëzakonshme nga format nga më të ndryshmet. Këshillimi mbetet i rëndësishëm. Kemi takime me besimtarët, organizohen fundjava shumë e dendur. Besoj në çdo vend tashmë t'ja fillon në fakt. shumica e aktiviteteve bëhen në fundjavë, premte shton diel, sepse atëherë është dita ku njerëzit mund të vinë, mund të marrin pjesë. Gjatë javës relativisht është pak më i qetë në aspektin e tubimeve masive, janë më shumë takime të vogla. Është një ditë le të themi e dendur, jam me fat që jam në një punë që takohem me njerëz, flas me njerëz. Nuk është e lehtë kur dëgjon në fakt unë do të pyes pak më poshtë edhe për lidhjen e këshillimit, se është një temë interesante mes neve komunitetit, por unë fakt po turoj përsëri për vlerësimin e fundit që morët nga Senati dhe Asambleja New Jersey. Por a mund na sqarosh më shumë se çfarë përfaqëson ky çmim për ju? Se nuk është edhe i pari, do ta përmend çik më mbrapa edhe rastin tjetër në Connecticut ku isha edhe vetë prezant në fakt. Ta nuk besoj se çdo çmim që merr një përfaqësues fetar, cili do qoftë ai, është më shumë unë do ta thoja si një çmim komunitar ku vlerësohet puna e komunitetit, ajo që vlerat që komuniteti përfaqëson. Dhe unë ndihem më shumë se i lumtur të shoh se si komuniteti shqiptar në Amerikë është një prej komuniteteve që është i integruar më së miri, ka sjell vlerat e veta, ka rujt kulturën, ai sa ka pas mundësi, ka sfidët e veta, edhe Amerika nuk është e lehtë. Dhe është kënaqësi njerëzore, nuk mund të them që ai që merr çmime nuk gëzohet, është kënaqësi njerëzore që të shohë se si puna vlerësohet. Çdo kush kërkon që t'i vlerësohet puna. Ne në këshillimet që bëjmë për çiftet e martuara, një prej gjërave kryesore që përpiqemi që t'i shpjegojmë është që vlerësojeni sakrificën dhe punën që bën bashkëshortja apo bashkëshortja. Pra shiheni, pra vështrojeni atë që bën tjetri. Pra shif atë që bën burri për ty, shif atë që bën gruaja për ty, shif atë që bën imami për ty, atë që bën komuniteti për ty, sepse na e ka vendosur Zoti që çdo kush e don falënderimin. Dhe askush nuk e don të kundërtën e saj. Prandaj në Islam kur flitet për mohimin, nuk flitet një mungesë e Zotit, në termin klasik që përdoret sot ateizmi, por shihet një lloj mbulese të mirave, kufri, që thon kafir është ai që mbulon. Pra mbulon autorin e gjërave. Ti e fsheh autorin e gjithë universit, nuk e sheh kush e ka kriju, e fsheh atë me anë të sebepeve, të shkaqeve që ti i zëvendëson dhe i quan Zot apo krijues. Pra pak a shumë mosmirnjohja është prej gjunafeve më të mëdha. Në relatat me njëri tjetrin, besoj se jemi dakord që mosmirnjohja është një prej gjërave që e thyen robin. Patjetër, në thatë edhe vetë në sedra e gjithë individit e qenies njerëzore ka nevojë për fjalë të mira dhe për vlerësime realisht, edhe për t'ia vënë dukjen atë. Po juve thash, keni marrë edhe një vlerësim po në Connecticut kur drejtonit Albanian Muslim Community Center në Hartford. Edhe atë unë isha bile dhe prezent, kisha mundësi që të vija në fakt dhe realisht unë ndjeva shumë mirë. Të falenderoj shumë. Qendra qendra muslimane, shqiptare amerikane në Waterbury, Albanian American Muslim Community. Është ose nga qendra më të vjetra në Amerikë, futet në 5 parat, një komunitet që ka që vitet 1900, kanë hap një institucion vitet 50 dhe kanë bërë xhamin me 2 minare, që para atëherë ka qenë diçka shumë e madhe, shumë e rëndësishme për besimtarët, që në vitin 1970, një komunitet jashtëzakonisht i vlefshëm, në jetën time ka një vend veçantë, i dua shumë, i dua si prindit e mi, si njerëz të mi të afërt, dhe gjithmonë jam e kam ndier dashurinë si fëmijë dhe një komunitet i cili ka rujt edhe fen, edhe kombin në formën më të mirë të mundshme, dhe gjithmonë lutem që të jenë mirë dhe që të lulëzojnë gjithmonë. Po në fakt është e qendër që çdo vit organizon edhe atë festivalin, organizon edhe ka shumë aktivitete të përditshme që është mos gabojmë. Po afrohet vitet 20.
ndritimi është Ndriti imam, po. është imaj. Shumë imam i talentuar, imam i mirë. Na bie mbar Zoti e takohemi kismet se Amin. kam shkëmbyer 2-3 herë mesazhe me të, kështu që e kemi lënë që do takohemi, po ja kohë. Duhet shpesh të zbën. Po në fakt në kohën mos prit për festivalin. Ja, në festival ndoshta. Në fakt edhe kohën kur ishit në Connectica bët zhurmë për të mirë, kuptohet. Na trego pak për iniciativën bashkë me priftin dhe rabinin, me të cilët shkonin nëpër shkolla dhe çfarë synonte në atë kohë. Domethënë ju bë zhurmë gjithë në atë komunitetin e Connecticas në atë kohë, dolët në media, vlerësime pafund. Si ndodhi kjo, si erdhi kjo, si lindi kjo ide? Tani, feja islame është e gjerë, edhe kush mundet që ta ngushtojë atë në botë kuptimin e vet, nuk do arri kurrë, thot profeti Muhammed, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë me të. Dhe në gamën e gjerë të kuptuarit fesë brenda Kuranit edhe Sunetit, traditës profetike, është edhe nevoja për të bashkuar në vlerat përbashkëta me antarët e popujve të librit apo ehli kitab, që janë të krishterët edhe hebrejt. Zoti na i fton të gjithë në Kur'an që të bashkohemi në një fjalë, të paktën në një që Zoti është një. Pra, shumë e rëndësishme, dhe ne si shqiptar besoj këtë e kemi për vlerave më të mëdha, dialogun mes antarëve të feve të ndryshme, që ne ta ruajmë harmoninë, por nuk është asnjëherë një iniciativë që të mohojmë vlerat tona apo të tresim vlerat tona në një vlerë, është absolutisht e kundërta, është që robi të jetë i vetëdijshëm për fenë e vet, për vlerat e veta, të jetë i vetëdijshëm edhe për vlerat e tjetrit, edhe për botë kuptimin e tjetrit, të jetë i vetëdijshëm se Zoti na ka krijuar ndryshe, me kapacitete të ndryshme. Ai vetë na e ka lënë të lirë të besojmë apo të mos besojmë tek vetë ai, që dhe pastaj të ulemi rreth një treze, të shkëmbejmë mendime. Në të gjithë takimet që ne kemi pas, kemi qytë treshën atëherë Three Amigos, kuptohet që kanë qenë çdo kohë ka sfidat e veta. Kemi vënë re se njerëzit, sidomos ata që nuk kanë pas ndonjëherë të afërm të feve të ndryshme, e kanë pas shumë parajgjykime. Edhe unë këto e kam vënë re edhe tek një imam. Pra, nëse një imam nuk ka njoft veten e vet, të krishterë, edhe Shqipëri po flas, ka një qasje të ndryshme, rreth të ndryshme, dhe një imam që është takuar me prift, apo ka një prift shok, apo ka një krishterë shok, ai është ndryshe. Edhe e kundërta, nëse një prift jeton, është nga Durrësi, le të them, jeton me musliman, ka komshi musliman, ka shku, ka ardhur, ka los futboll bashk, ka ngrënë kapi bashk, është ndryshe në mënyrën se si e trajton tjetrin. Edhe në çdo takim që kemi pas, qoftë në kisha, qoftë në sinagogë, qoftë në xhami apo shumë institucione të tjera, në shkolla, universitete, njerëzit kanë vlerësuar nëse do mund t'i trajtonim, kanë vlerësuar se ne kemi dhënë qasjen tonë pa kompromisa. Pra që do thot, kur kemi folur për jetën pas vdekjes, unë çfarë them në një xhami për jetën pas vdekjes, atë kam thënë atë kur jemi me Three Amigos. Çfarë them për librin, çfarë them për Zotin, çfarë them për respektin ndaj prindërve në një xhami, atë kam thënë edhe kur jemi me Three Amigos. Dhe kjo ka gjallë një respekt të njerëzit, sepse njerëzit e respektojnë atë që nuk bën kompromisa në vlerat e veta. Pra, unë kam vlerat e mia, por respektoj tuaj. Pra, tjetër është respekti, tjetër është kompromisi. E dyta, respekti që kemi pas për njëri tjetrin, tolerancë që kemi pas për njëri tjetrin. Nuk harrohet një pyetje që kemi pas në një kish, edhe një i krishterë me shumë respekt, në paqen e bënim shaka, flisnim e tjerë. Sa si mund ta shkrinin dogmën tuaj çështjen e Trinitetit për shembull, që kanë disa të krishterë, apo saktë shumë krishterë. Edhe unë i thash që unë po të besoja në Trinitet, nuk do isha musliman, do isha i krishterë, edhe kundërta, nëse katoliku nuk do besonte në një diçka dhe do ishte musliman. Pra, është shumë rëndësishme të shohim se si shoqëria jonë zbret dhe poshtë, ku edhe antarët e komuniteteve tona kishin më shumë respekt për njëri tjetrin. Shkoj në një market, shipi një person që thoshte se unë kam vizituar xhamin tuaj,
kanë ardhur mbi 400-500 veta në xhami shumica për herë të parë kanë parë xhamin në jetën e vet. Edhe besoj se jemi dakord që njeriu është armik i të panjohurës, kur nuk e njeh një person, apo më saktë kur e njeh gabim një person apo një grup njerëzish, ke gjithmonë koha që sepse unë e ndjej këtë gazetë. Ajo çfarë keni bërë ju në Connecticut, po të them drejtën, është tabu në Kosovë apo ndoshta edhe në Shqipëri. Është shumë e vështirë mendoj të gjesh imam. Ndoshta këta të rinjët kanë ndryshuar pak edhe nuk janë më me atë mendsinë e dikush, po themi janë më mendje hapur dhe më të lexuar dhe të ditur si puna juaj. Por a mendon që kjo është një paragjykim që ne një grup i caktuar imamëve e disponon ose ka akoma këtë paragjykim ka shi takimit me një prift, takimit me një ortodoks, takimit apo themi me një rabin? Nuk mund të gjykojmë asnjë person për qasjen që ka. Pra, ajo që themi që kemi respekt për atë që kanë qasje të caktuar, do të jetë edhe brenda për faktin që unë kam dëgjuar shumë në rrjetet sociale, sidomos ne do të flasim pak edhe më poshtë. E kam dëgjuar edhe shumë që ka imam caktuar, të cilët i thonë besimtarëve që s'duhet shkosh në kish, nuk duhet shkosh në sinagogë, nuk duhet shkosh, ku e diun, në një qendër katedrale. Pra është kjo fryma, besoj akoma. Unë do thojë që siç ka imam që mund thonë mos shko në kish, e cila për hir të vërtetës është një fjali që duhet shpjeguar, duhet shtjelluar pak më shumë. Çfarë do thotë mos shko në kish? Ka dhe përstri që thonë mos shko në xhami, ka dhe patjetër të dy krahët flas, jo nuk duhet ta paragjykoj vetëm ka rabin që thonë mos shko as në xhami, as edhe në kish. Ka bot kuptime të ndryshme në lidhje me besimin, me dogmën. Edhe ka imam, cilët sipas dogmës vet, sipas bot kuptimit vet, mendon që kur takohesh me një krishter, ti mund të heqësh dorë nga principet e tuaja edhe mund të përqafosh fenë e tjetrit. Edhe një gjë ka edhe krishterë që thonë, ti mos u tako, thotë, mos bëj dialog me muslimanët sepse do bëhesh musliman. Ndërkohë, të paktën Perëndim, për filozofisë të dialogut ndërfetar është që të mos synosh konvertimin e tjetrit, por është që të njihësh me njëri tjetrin, të heqësh paragjykimet me njëri tjetrin, edhe për hir të vërtetës, sidomos te komuniteti shqiptar, ta njohësh. Për hir të vërtetë, sidomos te komuniteti shqiptar, kam parë që sa më shumë një person merr pjesë në një event të dialogut ndërfetar, të paktën aty ku ka realisht një prift, një imam që shpjegon dogmën e vet, që shpjegon fenë e vet, teologjinë e vet, aq më shumë ata kanë kuptuar fenë e vet. Çfarë do të them me këtë? Pra, i njëjti musliman që unë mund të kem shpjeguar në xhami një çështje, e ka kuptuar më mirë kur e ka krahasuar me kur ka parë të dyja të rreshtuara. Pra, nga dialogu përfiton edhe në relat me tjetrin, përfiton edhe për të njohur më mirë veten tënde, se Robin Krasi më kupton më mirë. Besoj se pjesë e keq kuptimeve janë përvojat, siç e shpjegova më parë, vendi ku ke marrë shkollën, koha bën veten, shumë imam që para 10 viteve kanë thënë kur, tashmë i shef shumë çështje janë më loajal, e kanë kuptuar se në Shqipëri krishterët muslimanët nuk janë një lloj siç janë në Amerikë, apo siç janë në Gjermani, apo siç janë në Egjipt, apo siç janë në një vend tjetër, në Siri. Ne kemi një lloj relate ndryshe me të krishterët, sepse jemi nga një gjak, jemi si thua familjar, fisit teme, fisin ande, jemi të njëjtën njerëz. Kjo është vërtet fakt, po sa zgjati kjo iniciativë dhe e man mendoj numër se sa shkolla keni shkuar apo aktivitete keni bërë, sepse tre amigos i dolën u bën të famshëm në Connecticut dhe realisht njerëzit po iknin nga paragjykim që Islami kështu, se të jemi të sinqert, deshëm ka një paragjykim ndaj Islamit, sidomos këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Absolutisht që ka paragjykim, ka një paragjykim të jashtëzakonshëm, ka një paragjykim ndaj fesë përgjithësi, themi drejtën, ka shumë njerëz që janë ftof nga feja në përgjithësi, nga krishterimi, nga me statistika rreth
45%, 50% e hebrejve në Amerikë nuk besojnë Zot. Pra kemi një ftofje nga feja në përgjithësi, dhe brenda kësaj ftofje ndaj fesë, paraqgjykimi ndaj fesë, kemi një paraqgjikim edhe më të madh ndaj Islamit. Që kuptohet me ardhin e medjave sociale, ku tashmë njerëzit kanë më shumë akses tek informacioni i direktshëm, ka shumë njerëz që kanë hequr paraqgjikim, por le të themi ekziston një paraqgjikim i jashtëzakonshëm. Edhe besoj se punë të tilla, sa të ajo është një prej qëllimeve të dialogut, heqin paraqgjikimet nga njëri tjetri. Në momentin që në shoqërinë amerikane heqin paraqgjikimet, kjo i shërben shoqërisë në radhë parë, në përgjithësi. Sepse të njëjtët njerëz ndoshta tek firma punojnë bashkë, por nuk flasin asnjëherë. Një prej takimeve më interesante që kemi pas me Tre Amigos ka qenë një firmë të madhe, që kishte rreth besoj Boehringer, një firmë farmaceutike gjermane me 45.000 punëtorë, edhe për herë të parë në historinë e vet bën një seminar, pra një Three Amigos për fenë në punë. Pra, çfarë ndodh kur ne nuk flasim asnjëherë për fenë në punë? Nuk do të thotë se s'ka paraqgjikim, nuk do të thotë se s'ka urrëtie, nuk do të thotë se përkundërzi nganjëherë kur nuk i flet gjërat më shtohet më shumë paraqgjikimi, dhe jashtëzakonisht një feedback të jashtëzakonshëm. Sa njerëz kemi qenë, nuk e di, me mira njerëz se sa evente, do të thojë me 10 minimum me 10, sepse unë kam marrë në kohë ndryshme në Amerikë, edhe në të gjitha kohë ndryshme kemi përpjekur të bëjmë evente të tilla. Edhe në Shqipëri ka shumë evente, sidomos në rangun e leadershipit, pra ballkandor, se nuk është shumë në bazë, ne këtu e kemi bërë edhe në bazë, jo vetëm leadership, po që se thush ta flasim me fjalë, veç hajrin e kemi pa dialogu, dhe veç të mira ka sjell tek shoqëria. Nuk kam parë asnjë musliman të jetë bërë i krishterë, apo në i krishterë të jetë bërë musliman apo e kundërta, atë nuk ka qenë qëllimi ka qenë heqin paraqgjikimet ndaj njëri tjetrit, njihemi, pastaj feja e robit është udhëtimi i brendshëm mes tij dhe Zotit, ai e zgjedh vet, ai e vendos vet çfarë do të bëj. Zoti na ka lënë të lirë. Në ato kohë kishit goxha efekt, me thënë drejtën, sepse përveç se heqjes së këtij paraqgjikimi, kishte raste që njerëzit e thatë edhe vetë më herët që vinë edhe në xhami, kanë vizituar xhamin, që ndërkohë kur s'kishin shkel në një xhami në fakt. Ndikoi, po themi, gjithë kjo debati ose këto leksionet apo seminaret që bënin me Tre Amigos, që njerëzit edhe të kuptonin më shumë edhe të njihnin edhe më mirë, ndoshta edhe fenë, përveç fesë islame, edhe shqiptarët. Tani, nuk mund të marr përsipër sikur vetëm ne Tre Amigos i kemi bërë gjitha këto, por çdo hap duke përfshirë Tre Amigos, këtë pjesën që ne bënim, ku ti ke mundësi të njohësh nga afër një antar feje, atë për shembull të pyesim vëllezërit dhe motrat tona që na ndjekin çfarë dinë për hinduizmin apo për hindut. Varet çfarë kanë parë në filma apo çfarë kanë lexuar në rrjetet sociale. Besoni që e njëjta është edhe për një musliman. Shumë shqiptar thonë që në vitin 60 kur shkonin për të tuar xhami për marrë leje, ai punëtori thoshte çfarë është Islami. Pra, kishin dëgjuar një herë, flasin për 50-60 vite më parë, por sidomos pas 11 shtatorit, tashmë dëgjuan për Islamin, po dëgjuan në një konotacion shumë më negativ. Dhe patjetër ata që kanë ardhur në xhami, që kanë parë shqiptarët nga afër, mikpritjen shqiptare, për ne miku është i shenjtë, pavarësisht i cilës sferë është, pavarësisht se çfarë rëndësie ka. Madje bënim shumë shaka, sepse kur shkonim në vende të tjera, mund të kishte ndonjë bagel apo ndonjë qerasje të lehtë, siç e kanë amerikanët, ndërsa kur vishin te ne me baklava, me mishqingji, me të gjitha, sepse për ne miku është i rëndësishëm. Edhe kjo vlen më shumë se fjalët, vlen më shumë se librat që lexon, vlen më shumë se çfarë shef nëpër media. Edhe në mendjen tate, shqiptari është ai që ka ngjyra të bukura, veshje të lezetshme, njerëz të mirë, dashur, mikpritës, punëtor,
Besoj se qëllim më të mirë se ky nuk ka, për sa i përket çështjes së kombit edhe çështjes së fesë, është e njëjta gjë besoj. Po, sot drejtoni Northeast Islamic Community Center, çfarë ofron kjo qendër konkretisht për komunitetin, apo ka dhe komsi besimtar të komsive të ndryshme? Kjo është një qendër që nuk është veç me një, me një etni, nuk i shërben veç një etni, është për shumë për i shërben muslimanëve, besimtarëve amerikanë. Edhe tek muslimanët, ka muslimanë është vërtet që ka xhami që janë etnike, më shumë në të Ballkanit, jemi më ruaj më shumë pjesën e kulturës, deri tipu edhe turqit, në themi, por përgjithësi brezi i dytë, i tretë, apo i katëri i muslimanëve të komunitetet e tjera janë pak më neutral në çështjen e kombit, edhe etnisë dhe pak më të unifikuar tek çështja e besimit. Qendra jon ne kemi një organizimi të kapelanëve, ku është një prej 3 institucioneve të gjithë Amerikën që mund t'japi endorsementship, mund të themi një lloj vërtetimi për një kapelan që do të shërbejë në burg, në universitet apo në spitale, dhe kemi një rrjet organizimi edhe për sa i përket vullnetarëve që shkojnë nëpër burgje edhe spitale, edhe universitete. Këtu Amerika është një nga vendet që ka më shumë burgosur, prej vendeve që ka më shumë burgosur në gjithë botën. Shumë ligje po ndryshojnë dhe shumë po dalin, sidomos pas Covidit, por shumë njerëz mbeten në burgje që kanë nevojë për këshillim, kanë nevojë për mbështetje shpirtërore. Ne mundohemi që t'ja ofrojmë atyre. Kemi një pjesë e rëndësishme e punës sonë është tek urët e dialogut mes muslimanëve. Ka shumë i dashur, ka shumë kërkime shkencore që tregojnë që dialogu më i vështirë është dialogu mes llojit tënd. Pra, është më lehtë dialogu mes katolikut dhe muslimanët, se katolikut edhe protestantit, për shembull, kupton? Teorikisht flasim, sepse shembull ka ndryshëm, ne përpiqemi që të bashkëorganizojmë takime me komunitetet muslimane të tjera, dhe kjo sjell edhe një lloj ndarje eksperiencash, një lloj bashkëorganizimi të eventeve të mëdha, sidomos këtu në New Jersey është muaji i trashëgimisë kulturore islame, ku ne bëjmë organizime të mëdha, sidomos edhe për shqiptarët tregojnë kulturën e vet. Pse është në rritje numri shqiptarëve që kanë përqafuar fenë islame, sidomos tek të rinjët praktikant? Po flasim edhe Evropë, por si është ky trend këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Sepse besoj në Europë ose si në Shqipëri, në Kosovë apo edhe në diasporë shqiptarët është të rinjët shumë e kanë përqafuar fenë, po themi. Tani, bota moderne po i ofron shumë shka materiale njerëzve, dhe sidomos të rive, por ka lënë pas një boshtik shpirtëror të papar ndonjëherë më përpara. Dhe sa më shumë rritet materializmi në raport është drejt me shpirtërorën, nevoja për fenë lind. Ose njeriu e adreson këtë problem, bashkëtimin shpirtëror, e adreson me substanca apo si paktën këndvështrimin fetar, ose adreson këtë problem bashkëtimin shpirtëror me substanca apo me dëfrim, dhe sa më shumë dëfrim, ka shpjegimin shkencor për dopaminën e tjerë, herën tjetër do më shumë, herën tjetër do më shumë, dhe në fund larg qoftë njeriu mund përfundojë në overdose apo ku asgjë s'bën më, nuk t'jep më kënaqësi sepse ka arrit maksimumin, edhe shumë njerëz larg qoftë mund vrasin edhe veten. Ky është skaj ekstremi i materializmit dhe një boshtiku shpirtëror. Dhe ka shumë të ri, cilët ne jemi vetë në Amerikë shohim, jetojmë në vendin ku materializmi është elhamdulillah, pra na themi shqyr Zotit që kemi mundësi, fëmijët kanë mundësi, nuk i mungon ngrëna e pira, sidomos shqiptarëve që punojnë shumë,
shkojnë në shkolla të mira, jetojnë lagje të mira dhe në një moshë deri në adoleshente, pak a shumë fëmijë pyet në moshën 10-15 vjeçare, edhe para se të jenë adoleshent, çfarë dhurate do dhe nuk e di se çfarë thot. Pasi janë gop, në një moshë shumë të vogël, 12 vjeçare. Dhe ky bursik shumë të ri mund të shtyhet edhe tek feja, sidomos feja islame, ofron një lloj disipline logjike, pra e adreson nevojën shpirtërore jo vetëm me dogëm, por edhe me një logjik, edhe me një qetësi, cilët nuk e gjen dot as tek PlayStation, as te YouTube, as te qefi, as te edhe shkosh në Disney që në ato luna parqe më të mëdha në botë, shkon, vjen, thua what's next, çfarë ka më tutje, dhe shumë njerëz i drejtohen fesë. Kuptohet që nuk është një rrugtim i lehtë, tashmë është një çështje botërore ku shumë njerëz janë largu nga siç ka që afrohen, ka dhe që largohen. Do ishte naivitet që ne të numërojmë vetëm njerëzit që afrohen me fen. Për mendimin tim ne duhet të shohim edhe ata që largohen, edhe ata që vinë. Pra edhe ata që nuk vinë, edhe ata që vinë. Është vërtet që ka shumë që vinë, por të jemi vetëdijshëm, ka më shumë që nuk vinë. Puna e klerikut, e drejtuesit fetar është çfarë mund bëj që të vinë edhe ata që nuk vinë. Se mos duket si lloj filozofie, po e gjithë përpjekja jonë këtu është. Prandaj xhamit përpiqen të bëjnë natë sociale, gara, sporte, breka, darka, si të arrit tek ai që çfarë të bëj që ai i riu apo ajo e reja, apo prindi atij të riu, që e ka mbyt puna, punon natë ditë, mendon se do shpëtoj botën, po në fund maksimumi do blej një shtëpi, edhe një makinë, edhe ja do blej një shtëpi për djalin e vet, por jeta do i kaloj. Pra për atë që beson në një botë tjetër, para shumë çdo musliman e ka besim qendror, besimin në botën tjetër, kërkojmë përpiqemi që si ta mbajmë në arsye, në to-do list të një personi që të paktën një herë në javë, të paktën për xhuma, mund të organizosh. Në Amerikë, unë shumë pak raste kam zgjuar që bosi apo shefi të mos jap leje për xhuma. Për falje, madje do gëzohet. Pra ka shumë raste që gëzohet sepse atij i intereson më shumë ai që falet, sesa predispozohet që ai që falet është më i lidhur me besimin, ka më shumë vlerë. Tek të rinjët nuk është më ajo, po themi, besimit tradicional që kanë besu prindrit këtu, po besoj edhe unë. Besoj ka ndryshuar kjo, duke qenë që edhe rrjetet sociale po bëjnë punën e tyre. Po 2026, që mos e përsërisin shumë, po do e përsërisin në kohën ku jetojmë, jo vetëm në Amerikë, por në çdo vend është e pamundur që në këtë tashmë që njerëzit flasin me ChatGPT, bëjnë muhabet me ChatGPT dhe pyesin për gjithçka, është e pamundur që një person ta ruash vetëm me bindju asaj që them unë se kjo është e vërteta. Predispozohet që njerëzit lexojnë, njerëzit kërkojnë, kanë më shumë akses tek informacioni, pavarësisht se në Islami vetë si fjalë është vërtet një prej kotimeve është paqe, por një prej tyre është edhe dorëzim, ti dorëzohesh e Zotit, asaj që don Allahu. Analogjika është rëndësishme, por në fund të shpirtit është ai që do të dorëzohet. Sepse po të ishte vetëm me mendje, të gjithë shkencëtarët do të ishin besimtarë. Pra ai që shef hënën, ai që shef se si punon syu, ai që shef se si punon veshi, ai që shef si punon truri, edhe ai që shef qelizën dhe bën zoom, që çdo qelizë është si një qeveri në vetë, atëherë qindra, miliona, miliarda, triliona qeliza bashkëpunojnë me njëra tjetrën, do ishte fakt mjaftueshëm që çdo shkencëtar të besonte. Po është një mori gjërash, një kombinim që ne në Islam i themi udhëzim, pra çështja e udhëzimit, në fund Zoti do ta hapi zemrën. Edhe
Jo, tek të rinjt besoj se është i njëjti rrugtim. Po ka raste edhe që konvertohen, po themi edhe brenda tek qendra juaj besoj ose ku shërben. Keni pas raste që po themi shtetas amerikan apo të kulturave të ndryshme të cilët janë konvertuar në islam? Në xhamin shqiptare kemi pas sa raste ku kanë ardhur amerikan, shumica e rasteve që nuk kanë besuar, pra nuk kanë qenë besimtar, ka shumë njerëz që nuk besojnë. Në Amerikë është grupi më i rritur. Pra, në trendin e rritjes, grupi që rritet më shumë në Amerikë është grupi e tyre që nuk kanë ndonjë fe. Prandaj këtu në Amerikë shumë nuk i thon konvertim, por i thon revert, pra thjesht ke gjetë vetën sepse nuk është ishte në një fe dhe ka po ndryshon një fe tjetër, e vërtet. Ka një fe tjetër. Po gazi nga eksperienca që duke qenë tani që jeni në disa qendra komunitare në këtu në Shtetet e Bashkuar, a mos ndoshta që duhet më shumë shkolla gjuhën shqipe pranë këtyre xhamive krahas mësimeve për fen, për Kur'anin? E them këtë pasi në Evropë, unë shpesh shkoj në Zvicër të prindrit, të vëllezërit, atje në Zvicër sidomos është e theksuar një gjë e tillë që shumica e xhamive, pra në Evropë shumë pak xhami të shqiptarëve kanë shkolla gjuhës shqipe. Të gjithë thuajse mësojnë Kur'anin. Si mendon si është ky trendi? A duhet të ndryshuar, alternohen apo si mendon? Besoj se kjo ka hera parë që marrë këtë lloj krahasimi Evropën me këtu, po nga që edhe kam shëtit në Evropë. Po juve para të e di pak a shumë, sidomos Jo, vazhdo, para të mendova, duke qenë që ke lëvizje e ke pa edhe Evropën, bër krahasimin edhe me këtu është pak më ndryshe. Sidomos për shembull për Zvicrën, krahasim me Amerikën, gjëja e parë që më vjen mend nga pyetja është që atje ka shumë njerëz në një vend të vogël. Pra, komuniteti më i madh në Zvicër është komuniteti shqiptar. Janë rreth 100 xhami, edhe në një lagje të vogël ndoshta jetojnë me qindra me mijëra shqiptarë ku mungesa e gjuhës ekziston në pak vende në Evropë, të paktën në eksperiencën time. Pra nuk është si në Amerikë ku një shqiptar me një tjetër mund të jetë 40 minuta larg apo 30 minuta larg, ku njerëzit punojnë shumë, që nuk është e njëjta në Evropë, njerëzit janë më familjar, kanë pas mundësi të afrohen më shumë me një tjetrin, qëndrojnë më afër. Edhe një tjetër është edhe, të thoja, demokracia që ekziston në Evropë dhe liria për të mësuar fen ose gjuhën nuk ka ekzistuar në pjesën tjetër të globit. Në pak vende të botës njerëzit kanë qenë aq të lirë që të mësojnë gjuhën e vet. Kjo është edhe për vende muslimane dhe për jo muslimane. Nuk di në i xhami shqiptare në Amerikë që të mos ketë gjuhë shqipe mësim. Pak a shumë gjitha xhamiet që unë di që njoh kanë edhe gjuhë shqipe, madje kanë edhe kishat, absolutisht. Kisha Zoe Smith që mos që është në New York, dihet, edhe njëta kisha në ortodokse në Boston. Pra xhamia po ashtu, jo vetëm që kanë shkollave, kanë rujt edhe kur kanë qenë shumë pak familje, 30-40 familje, jo më tashmë që janë më mira. Në Riverdale, në ACC, që kisha Struga, kur unë shërbej, janë 130 zonës që vinë mësojnë shqipen një afër javë. Madje pasoj si një shkollë vërtet. Ja, kjo e vërtetë në Amerikë është pak më ndryshe, punës së këshillimit që thatë pak më herët. A ka çifte shqiptare ose familje që kërkojnë të martohen në xhami, përveç se në gjendje civile duhet bëjnë edhe betimin pranë një imami? Apo ndodh mes komunitetit tonë këtu në SHP? Këtu në Amerikë respektohet aq shumë feja. Aq shumë respektohet feja. Sa që vetë fakti që unë jam imam, pra roli një imami, ka një vend aq të lartë, apo një prifti, po flasim për imamin për sot. Me një imami ka një vend aq të lartë në shoqërinë amerikane, ku firma ime është një lloj si firma e kryetarit të bashkisë. Që do të thotë, ai shqiptari musliman që vjen të martohet në xhami, merr edhe bekimin, lutjen që e ka çdo besim botë, që lutesh për çiftin që martohet, por me firmën që merr nga unë, ai martohet, është quhet i martuar, i çon dokumentat të firmosura nga unë, apo nga imami i xhamisë, i çon në bashki dhe i quhet i martuar. Aq i rëndësishëm është. Kështu që besoj se kjo do ishte ideale, po ta kishim çdo vend, po tashmë
në Amerikën e ndjekim më shumë tek çështjet tjera, dhe çështjet që ka të bëjnë me respektin ndaj fesë, me le të themi me disiplinën e punës apo teknologjinë e ndjekim pak më mbrapa sa që ndjekim gjëra të tjera besoj. Në fakt, kjo është e vërtetë që këtu vlerësimi është shumë i lartë kur shef dikën qoftë me imam apo prift apo ortodoks apo rabin është vlerësohet sidomos nga institucionet. Po gazi apo ka probleme mes shifteve shqiptare për cilët edhe i konsultoni ose i këshilloni se si ose çfarë që për asit të shkojnë t'i drejtohen gjykatave për ndarje të komunitetit. Si mendon, a ka njerëz të cilët vinë flasin, sepse të jem i sinqert, në episodin e kaluar kisha një avokate shqiptare, e cila merre me çështjet familjare, dhe tha është pak e vështirë për shkak se ende vazhdojnë, janë të ngurtë, pak kanë frikë ta marrin vesh të tjerat apo të këshillohen apo konsultohen. Si është brenda komunitetit musliman kjo gjë? A ka njerëz që vinë e konsultohen, e këshillohen, sidomos për problemet mes shiftive? Ka shumë njerëz që vinë konsultohen, dhe një prej punëve tona është me eduku njëri tjetrin, që të shkojmë tek zgjedhja për parandalim, edhe jo pasi ka ndodhur shumica e problemeve. Fatkeqësisht shumë shqiptar, ndoshta edhe popujt tjerë, po sot flasim për shqiptarët, shkojnë te hoxha, apo shkojnë te doktori, shkojnë te doktori ku smundja ka arrit në nivele të larta, shkojnë te hoxha ku kriza është shumë e madhe, ndërkohë që ne përpiqemi që të edukojmë njerëzit me anë seminareve, me këshillave, hutbeve, që kapni sinjalet e problemeve, uluni, bisedojeni dhe përpiqeni të zgjidhni kur janë të vogla para se të bëhen shumë të mëdha. Ka shumë kriza familjare, do të flasim statistika, po numri i divorceve është shumë i lartë. Në Amerikë, pas avokatës më tha që 1 në 4 çifte shqiptare në Shtetet Bashkuara të Amerikës shkon drejt divorcit. Që mendoj që është për muslimanët me sa e di është e njëjta edhe për komunitetet e tjera. Ka disa statistika thonë 30%. Për shtetasit, për amerikanët, si pasaj është 1 në 2 çifte në fakt, është shumë më i lartë për amerikanët. Absolutisht. Jo, po them edhe brenda komunitetit musliman në Amerikë është rreth 30%, pra pak a shumë i njëjti ose pak më shumë se sa ajo që ka thënë, pas ka thënë Zoja, nuk e di se është 25% mes shqiptarëve. Ka shumë probleme, ka media sociale po shkatërrojnë familje, krahasimet mes njëri tjetrit po shkatërrojnë familjen. Do thoya që objektiva jo në sinkron me atë që don Zoti dhe atë që mund bëj robi, janë prej gjërave të kryesore që shkaktojnë problemet. Që do thotë, Zoti nuk thotë që fëmijës tat apo gruas tat do t'i japësh një shtëpi shumë të madhe. Por na kërkon që ta ushqim në një çati, sado që tjetë ajo, ta ushqim familjen halal. Nëse ti vendos si objektiv, burrë grua, që objektivi jonë më i madh në jetë është kem shtëpi më të madhe të lagjes, makinën më të bukur të lagjes, ky është një objektiv që nuk i shërben as çiftit, as fëmisë, edhe as fëmisë. Shumë raste fëmijët i thonë prindit që nuk ta kërkova atë. Pra shumë herë të dihet është një klasike që baba i thot fëmijës apo nona, mos harro çka kam bëu për ty. Kam punë 3 punë, kam bëu këtë, kam bëu atë. Edhe fëmia me një fjali mund të shkatrojë të gjithë jetën. Edhe mund të thotë që unë s'ta kam kërkuar. Mund të thotë fëmia, nuk kam kërkuar ty që ti të mblesh më pas dore, të fshish familjen, të fshish veten tate, nga ekzistenca. Në Islam jeta e njeriut është e shenjtë, robi si individ është i shenjtë. Vetme qenie që ne themi Zot është Allahu. Gjithçka tjetër është krijesë, është amanet, pra fëmia është amaneti im, por nuk është Zoti im. Bashorti është amanet, nuk është Zot. Fama, apo puna, apo karriera është vetëm një mjet që unë të kem një jetë të mirë, me aq sa kam mundësi, brenda rrugës Allahut. Në momentin që ndryshon Zoti, ndryshojnë prioritetet, problemet janë mëdha. Edhe por besoj se ata që
Pra sa më shpejt të shkosh tek imami apo tek këshilluesi, apo përpiqesh të gjesh zgjedhje së bashku, aq më pranë zgjedhjes je. Cilët janë ajo që konstaton gazetë, cilët janë po themi problemet më të shumta që po sjellin po themi këtë përçarjen mes përveç rrjeteve sociale? Do thoja se janë ekonomia, pra kërkimi një standardi në fillim, edhe fatura që paguan për të është rezultati i saj. Çfarë do të them me këtë? Nëse ne vendosim një standard jetese, edhe themi do jetojmë në një vend që duan $1.000 muaj. Edhe nëse ti fiton 500, atëherë do të bësh 2 punë që të fitosh 1.000 muaj të zën. Tani për të arritur te $1.000 që muajit, nëse ne punojmë 2 punë, gruaja punon 2 punë apo burri punon 2 punë, atëherë është shumë normale që ne jemi më të tendosur tek nervat. Harxojmë shumë më pak kohë me njëri tjetrin. Qëndrojmë shumë pak pranë fëmijëve, në moshën që ata duan. Është shumë e rëndësishme që ne të jemi pranë fëmisë. Nëse fëmia jote është 10 vjeçar, nuk ke luksin që thush do punoj 4 vjet, do rri larg fëmisë, edhe kur të kthehemi pas 4 viteve fëmia do ketë një jetë më të mirë. Po ai nuk do të jetë më njëjti fëmijë. Pra mosha 10 vjeçare nuk vjen më. Një herë është fëmia 10 vjeç. Një herë është 11, një herë është 12, një herë është 15, një herë është 18. Ka një super trusni, sidomos me meshkujt të thoja, tek çështja e standardeve. Prandaj motrave i kujtojmë që ashtu siç I flasim vëllezërve për drejtat e grave, se si feja islame po t'i rendisësh çfarë drejtash ka femra në islam. Që në martesë, që te puna, që nuk e ka detyrim gruaja të punojë në islam. Nuk e ka detyrim gruaja që të sjellë para në islam. Nuk e ka detyrim gruaja, ka shumë pak ngarkesë mbi gruan në islam dhe ka shumë mbi mashkullin. Edhe ne I kujtojmë robëve që të kenë respekt për gruan, edhe për bashkëshorten, ta respektojnë, ta shohin punën që ajo bën. Pra me rrit një fëmijë është puna më e madhe që një person mundoj. Nuk po thënë mos punojnë, bashkëshortja ime punon në shkollë të mesme, është psikologe, pra ka dhe karrierën e vet, por derisa fëmijët u bën djali u bë 6 vjeç, 5-6 vjeç, ajo nuk punoi. 5 vjeç. Po për mua kjo ka qenë vendimi për ne, ka qenë vendimi më I mirë që kemi pas, që kemi marrë ndonjëherë në jetën tonë. Sepse shohim mendimin e Zotit, shohim rezultatet. Presioni që I bëjmë në njëri tjetrit për standard është fatal. Pra, duhet arrijmë këtu se s'bën. Jo, nuk duhet arrijmë këtu se s'bën, por duhet jemi mirë se s'bën. Pra nëse themi që duhet jemi mirë se s'bën. Në fakt të shem fëmijët se fëmijët po rritën shumë shpejt dhe po kalon koha. Kalon koha shumë shpejt. Shumë shpejt. Prandaj thon këtu në Amerikë mos harroj që ke vetëm 18 vera në kalamajt. Janë vetëm 18. Si kushtet fakultet pastaj iku. Po, pra po flas në raste më të mirë 18, se ka fëmijë që 14 vjeç zduta shohin më nonën dhe babën, por e them në raste më të mirë kemi gjithsej 18 vera bashk. Nëse djali jote është 16, ke edhe 2. Nëse është 10, ja pas edhe 8 vera. S'është, nuk do jetë më aty. Pra, kjo balanca, dhe prandaj muslimani I lutet Zotit 40 herë ditë kur I fal sunet, ihdina siratal mustaqim. O Zot, na udhëzo në rrugën e drejtë, në rrugën e mesme, në rrugën e balancës, rrugën e udhëzimit Zotit, po do të thoya edhe një lloj balance edhe në jetë me gjithçka. As mos ti jesh dembel, as mos ti jesh I smur pas punës. As mos të luftosh, të bësh milioner, ndërkohë ti mos të shihesh fëmijët e tu. As mos ti jesh koprac, as mos ti jesh dorë shumë. Janë gjithçka që është në fe I dashur është për të na bërë jetën më të mirë, për të na bërë më të lumtur. Po ta kuptoj robi mirë fen, siç thuat, do e kuptoj herët apo vonë, që pas ka qenë për të mirën e vet. Sa shohë çfarë thotë Islami për prindërit për shembull, nuk ka sistem sot që thot për prindin sa thot Islami. Beso Zotin, respektoj prindit. Po patë një gjallë apo të 2 gjallë, as of mos më I tham. As of.
Shembull, në Islam nuk ka në asnjë lloj skenari, nuk mund të mungoj respekti ndaj prindërve. Në asnjë lloj, edhe me traf prindi maksimumi do mbrohesh. Por nuk mund të rrafësh bash. Po them shembull banal. Po them shembull më banal. Po të kuptoj robi gjitha këto, besoj se të gjej lumturinë edhe në këtë botë, por edhe në botën tjetër, me lejen e Zotit. Si është besimi mes komunitetit shqiptar musliman këtu në SBA? A ekzistojnë akoma besimet e tyre në bestytni, pavarësisht që ose në magjitë e famshme brenda komunitetit tonë? A është akoma e theksuar kjo apo është zbehur? Tani jo vetë se ne, por në shumë popull, bestytnia është një problem i madh. Është për të habit se sa shumë bestytni dhe çështje të tilla ka edhe në shoqërinë amerikane, por shumë raste shumë duke dia e pe ndeshjen Marok-Senegal, aq të fiksuar ishin pas peshqirit të portierit sa që është bestytnia e tyre ishte atje çeska, drejt është. Edhe ndodh shpesh që një person vjen dhe thotë më kanë bërë magji. Pas një rast, e them, se mendon se të kanë bërë magji, por thotë nuk i ka mirë punët me djalin. Pse thash se ke punë me djalin? Tha nuk do të flasëm. Djali rreth 16 vjeç. Thashën, ç'e punë ke bë? Më tha, kam punu në një restorant. Sa orë punoja? 16 orë në ditë, 14 orë në ditë, 16 orë në ditë. Pra, nuk është çështje mësyshi dhe magjie, ku ti s'ke folë njerë me fëmin, si e unë njerë, t'ke kalu njerë kohë, si ke pyet si jes, s'ka pyet si jes, si prind, ti se ke prek, a i s'ka prek, si e përqafu njerë. Nuk është çështje magjie. Unë përpiqem që shumë çështje në fillim ta kuptoj me pyetje mirë dhe shumicën e rasteve i drejtoj tek një psikolog, po ka raste që tek psikiatri. Kur bëhet fjalë që thonë jo gjindet, jo magjia. Në Islam ne besojmë se magjia ekziston. Është prej gjunafeve më të mëdha. Ai që shkon tek magjistari dhe bën magji, ai që i beson atij, ka kryer gjunafe më të mëdha. Ai që bën magji del nga feja automatikisht, nuk është më musliman. Cila do qoftë arsvetimi i tij, ndash për të bashkuar, ndash për të nda, nuk ka magji të mirë, pra çdo sforcim që ti përpiqesh ti për tjetrit, nuk është magji e mirë, nuk mund të jetë gjë e mirë. Prandaj ana fetare Islami ka një qasje të qartë, magjia nuk lejohet. Nuk e trajtojmë magjin me frikë, me thënë drejtën, por e trajtojmë me një lloj, themi që nëse ti je besimtar i mirë, kryen adhurimet e tua, lexon lutjet që dhe profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ne i ka këshilluar, me lejen e Zotit nuk do të ndodhë gjë. Tek besimtarët fatkeqësisht vijnë si pjesë e ignorancës. Ne përpiqemi i eduku. Po vazhdojnë besojnë në besimi të tilla mes komunitetit tonë. Por është raporti është drejt. Sa më shumë ai mëson fen, si është duhet. Po. Pjesën e Më fesë. shumë i beson që në janë gjëra të tjera. Sa më shumë rol beson pjesën e fesë, aq më shumë ulet kjo. Pra, mos i laj duart hënët, mos i prej fojtë, martave ndark. Po, për shembull po. Jo Islami, jo e kuqe. Duke që Islami ti presësh, thojt, mos i hedhësh majtas djathtas, pisliku në shtëpi asnjëherë s'bën mirë. Qoftë nga ana shpirtërore, qoftë nga ana materiale, nëse ti lahesh, la trupin ja për javë, e mban vetëm pastër, nuk i hedh pislikut majtas djathtas, enët ndarkët nëse i lan, mos lëru enë më ushqim majtas djathtas, gjitha këto edhe të ndihmojnë ty të kesh një ambient më të pastër dhe të ruaj nga çdo lloj darje. Por të vazhdu të kjo ideja e bestytnive, ndërsa pyetja që dua të bëj nuk ka lidhje shumë me bestytnin, se sa më shumë me këto problemet e njerëzve të LGBTQ-s apo homoseksualët, transgjinorët. Si është ky perceptim mes komunitetit? A vinë në xhami këto njerëz, flas gjithmonë brenda të komunitetit tonë, jo sepse amerikanët nuk është që kanë këtë probleme. Neve i pranojmë në xhami, po themi muslimanët.
Tani në Nuk I them për provokim, I them për efektin që në fenë kur I shoh në absolutisht. Boston për shembull thuaj se shumica e kishave kanë vendos flamurin e LGBTQ, po themi atë simbolin e tyre. Për këtë e kam më shumë. Me thënë drejtën, historia islame ka një trajtim shumë delikat me komunitetin që ju përmendët, dhe në asnjë pjesë të historisë islame, përsa kohë që njeriu ka ato zgjedhjet e veta, çdo kush kjo është një zgjedhje private, pra për zgjedhja seksuale e një individi, cila do qoftë ajo, edhe për të martuarin, edhe për të beqarin, edhe për atë që është heteroseksual, po edhe për atë që është homoseksual, në asnjë lloj skenari, kjo nuk është një çështje që gjatë historisë islame ti e ke shpallur apo ke fol gjatë për të. Qendrore është që marrëdhëniet intime në islam bëhen pas lidhjes sukurorës mes një mashkulli dhe një femre, dhe çdo lloj relate intime përveç saj është gjunaf në konceptin e islamit, dhe kjo është mes teje dhe Zotit. Nëse ti e gjunafqar dhe shkon falesh në xhami, ka shumë gjunafqar që vinë falen në xhami, të llojeve ndryshme, edhe ky personi është e zen se vjen një person I tillë, është prej tyre, por nuk ka asnjë rast një xhami të thotë mos eja si e gjunafqar apo mos eja si je duke bërë këtë. Çështja e flamurit në vendet e faljes, kjo është më shumë çështje institucionale dhe kulturore që nuk di në një xhami të ketë bërë diçka të tillë. Ka kisha që kundërshtojnë këtë vepër, ka kisha që mbështesin, mbetet më shumë çështje politike dhe institucionale, por për sa për këtë individit në Islam, shtëpia e Zotit është e hapur për çdo person. Nga ana tjetër, kur vjen xhami ne I këshillojmë njerëzve që I themi që martesa është prej traditave të Zotit, martohuni, ndiqeni traditën e Zotit, bëni kalamaj, ndërtoni familjen, ruajeni shoqërinë. Këto janë prej veprave që do I shpëtojnë juve, do shpëtojnë edhe brezat e pashëm, e më vonshëm. Individualisht se çfarë bën një person nuk është në çështjen tonë. Pavarësisht se ne I këshillojmë që të ruajnë linjën le të themi tradicionale të fesë dhe të njerëzimit. Para se të kaloj në disa debate të famshme që po vazhdojnë në rrjetet sociale, por ju gazi kush vjen I pari, feja apo kambi? E di që këtë pyetje bëjnë vetëm shqiptarët. Po ta përkthesh të pyetjen në anglisht, nuk mund ta përkthesh dot në asnjë gjuhë. Është shumë interesant. Ne kemi të një shqiptarët, është kjo. Po nuk e bëra me qëllim, nuk e thash të për provokim, po thjesht se dua të vazhdoj një debat tjetër në vazhdim. E di, sepse kjo është një pyetje që bëhet gjithmonë. Por ti je I sigurt që ai që është musliman I mirë është dhe shqiptar I mirë, edhe ai që është shqiptar I mirë është dhe fetar I mirë, musliman I mirë. Ka shumë musliman që kanë emrin musliman, por nuk janë tillë me veprat që bëjnë. Siç ka dhe shqiptarë që se kanë hak me I thonë shqiptar. Unë nuk mund të them shqiptar atij që ka vjedh popullin tonë, ka detyruar largohet vetë lindjen, mes dhe është për vendet më të bukura në botë. Mes dhe është prej parajsës, ne themi parajsa e rrenë në tokë, përsa e vërteta është xhenet inshallah. Edhe nëse një person moshën 40 vjeçare, 50 vjeçare, siç pak a shumë, edhe ne kemi ardhur 30 sa vjeç kemi ardhur, ka braktis vendin e vet. I është marrë prona, është fut në burg. Shkaktarët e kësaj nuk unë I thush shqiptar, me thënë drejtën. Edhe kundërt, ai që ka emrin musliman, po nuk njeh nonën, s'njeh babën, s'njeh njerëzit e vet, I dëmton komshiun, e tjetër, ky nuk mund të quhet musliman, pavarësisht se ka emrin. Pa do thoya që shqiptar musliman apo musliman shqiptar për mua nuk kanë asnjë lloj. Janë të dyja një lloj. Jam shqiptar, jam musliman. Kur do ndahen këto dyja, si shpirti me trupin që ndahen në vdekje, edhe ne Zotin e ka kriju, e kam dhurat prej Zotit, që jam një shqiptar, them elhamdulillah, kështu që jam shqiptar. Kemi edhe në sfidat tona, por sipas mendimit tim, jemi njerëzit më të mirë në botë.
A mendon çdo popull shumë për veten e vet? Kjo është gjithë secili është i lirë të mendojë. Fakt nuk kanë popull në botë që thet jemi të këqin, që është e vërtetë apo. Kështu që po për mua ne jemi më të mirët, shqiptarët. Patjetër, këto Po ta pyes tjetrin, është mendimi i tij që thotë për mua në fakt unë thash Bosnia është më mirë. Për provokim këtë, po ideja që shumë në rrjetet sociale, në media sot në Kosovë, në Shqipëri, në diasporë këtë debatin. Është feja apo është kambi? Është kambi apo feja? Për këtë fakt më shumë po kam nguli atë kjo pjesë. Tani këto rrjete sociale i kanë dhënë, se thosh, kur bën një program ne që kemi një program të madh të vim, ka raste ku fëmia shkon dhe merr mikrofonin edhe flet. Se bën është qef, e shef si lodë, që nuk thot mikrofon. Të një media sociale është dhënërit mikrofon gjithkujt. Pra, edhe ati grindavecit lagjes, që s'ka pas fol njëri me atë, se që çdo lagje ka ca tipologji. Unë në fakt cilësoj në shumë rrjete sociale si fletushkat, fletrufede, ose në verit, që gjithkush mund të fshihet mbas një fletrufeje dhe shkruan se çfarë do të bëjë dhe të thotë. Po të paktën atëherë ka pasi nuk shkruanin dot, edhe nuk shkruajnë më. Kupton, ndërsa sot ditë pak a shumë me shkruaj. Sot lirë bile shkruaj. Është lehtë atë. Pra, është një lloj të japësh mikrofonin çdo kujt. Edhe imagjino ti atë tipologjinë e lagjes, që ka çdo lagje ka tipat që nuk i mungon askujt. Ka grindaveci, ka atë që urren, ka atë që bën sa shëfem. Autori famshëm italian tha që budallen deri dje i dinte vetëm shtëpia, tani po i din gjithë se kanë dalë në rrugë. Të që lagja ka dhe i që ka fakt meta, me thënë drejtën. Ka dhe i që është grind me gjithë lagjen, po i veç ai ka drejt. Tash imagjinoj të gjitha, pra ka qenë një lagje, imagjino sa lagje ka Shqipëria apo bota, dhe gjithë të shkruajnë në internet. Duhet jemi të kujdesshëm me zhurmë. Është shumë rëndësishme, sidomos për ne që jemi lidera fetar. Unë përdor media sociale. Kam kohë që jam aktiv, me thënë drejtën. Kam faqe 20 sa mi veta, por nuk në Amerikë Robi nuk është e lehtë edhe koha që ta menaxhosh mirë. Koha është më e vështirë. Sepse duhet që edhe ne të kemi përgjegjësinë tonë. Pra, liderët shpirtëror apo intelektual kanë një zgjedhje që duhet bëjnë. Ose do marrin klikime, ose do përpiqen të ruajnë vlerat. A ti thua që mos t'japim rëndësi shumë këtyre përplasjeve dhe fyrjeve që bën, sepse ka njerëz. Shqipëria njihet për tolerancën fetare, por në rrjetet sociale nuk është shumë e njohur kjo toleranca e famshme. Thash, aty ka shumë përplasje, fyrje, ofendime. Pse ndodh kjo? Ka faktikisht. Ne jemi tolerant, jemi populli më tolerant fetar. Në rrjetet sociale nuk na figuron e njëjta gjë. Unë kam pas një mik social, nuk e njihsha, po ishin friend në Facebook, këtu në Amerikë, nuk do të them shtetin, edhe një herë, kujtise që ishte lajmi, më dau një lajm islamofob, me thënë drejtën, edhe shumë filluan të shkruajnë edhe islamofobi, edhe thash normalisht, nga ti pritet që ta të fshish lajmin, ose të fshish komentet. Pra edhe unë kam raste ku një person, nëse shoh një grup njerëzish, nëse ofendon një person. Tjetër, ashtu e bëjmë gjithë dhe unë kam në fakt që nuk lejoj të bëj aty. Por sfida është, nëse një person e përdor mediat sociale për influencë caktuar, nëse një fjali që duhet nënën dhe babën, se nëna dhe baba të harrit, edhe vlerën e babës do e kuptosh kur vdes apo tjerë do të marri 50 klikime, një lajm ku ti ngacmon apo shan apo fyn, do ketë 200 komente dhe influenca jote, le të themi para shumë, nëse quhet influencë. Mund të thoya influenca shejtanit, i hapur shejtanit do të rritë më shumë. Ne me këta 3 amigos kemi pas një shaka që i kishin pjesë, thoshin kur themi që 3 amigos do vinë së bashku, mund të kenë 200 veta. Por po të themi që 3 amigos do të takohen në ring për MMA apo për grusht, për boxing, UFC, do ishin 20.000 veta. Pra kjo është natyrën e njerëzit. Por ne bëhet kritike se ne jemi popull i vogël. Popull i coptum, me popull shumë i vjetër, me shumë vlera, nga do që ta lexosh, sado ftohtë ta lexosh historinë e shqiptarëve, tregon që shqiptarët janë një kom me vlera.
ndash lexoje ftohtë, ndash lexoje me por pasion. kemi një fenomen tjetër që këta po i sjellin, po i bëjnë dëm për shkak se një grup i madh njerëzish po futen në këtë lojra debatesh dhe fyere. Absolutisht. Atë dua të them që jemi një popull me shumë vlera, por që në numër kemi mbetur pak. Pra, vendlindja sot bëhet fjalë për pak milion shqiptarë që kanë mbetur fatkeqësisht. Shumë fshatra pothuajse janë boshatis. Kjo edhe faktikisht. Edhe në Maqedoni e Veriut, edhe në Malzi, edhe në Shqipëri, gjitha trevat tona janë boshatis. Njerëzit që kthehen nuk janë rriti, janë pak, krahasim me ata që kanë ikë. Akoma të rrit e kanë ëndrën me ikë. Thani pak që kanë mbet, edhe me i cotu më shumë, besoj se kjo me vetdije ose pa vetdije është antikombëtarizëm i pastër, pa asnjë lloj shpjegimi tjetër. Në fakt unë doja të pyesja edhe për punën e eksodit të shqiptarëve nga Shqipëria apo Kosova, por do të pyes pak më poshtë. Por në këtë moment, duke qenë që jemi tek rrjetet sociale, si e shihni rolin e imamëve të ndryshëm që shfrytëzojnë rrjetet sociale, ose faktin edhe një gjë tjetër që për mua është pak nonsens akoma që në vitin 2026, siç e thatë edhe vetë më herët, që për çdo gjë ti drejtohemi në rrjetet sociale imamëve dhe të pyesim edhe për gjëra banale që shpesh po bën edhe meme në rrjetet sociale. Tani unë nuk them që nuk duhet shfrytzuar nga imamët rrjetet sociale, por të vinë ndoshta edhe të nuk e di, të banalizohet deri në atë farformen, më duket pak shumë, nuk e di, tingëllon pak keq tek veshi. Tani pavarësisht se idealja është lehtë për ta po themi kanë rënë prej këtyre influencave të TikTok-terëve, se çfarë është idealja, rrjeteve sociale. Se çfarë është idealja, pak a shumë e dim. Idealja do ishte që çdo imam, çdo lider të shërbej besimit, paqes, intelektualizmit, të rrisim nivelin e njerëzve, të edukojmë, që të arsimojmë, kjo do ishte idealja. Por edhe nuk mund të adresojmë problemin, sikur problemi më i madh, apo sikur e keqja më e madhe vjen nga disa imam apo disa kler që i përgjigjen pyetjeve. Mendoj se si kom shqiptar ne kemi probleme shumë më të mëdha dhe imamët apo roli që luajnë imamët në përgjithësi do thojë që është një rol. Ja, në fakt është vërtet që nuk është dëm i madh pozitiv kombit nga imamët, absolutisht. Është një rol shumë pozitiv, po ta krahasosh me çfarë i vjen nga ata që e zhvasin. Jo, më shumë e kam tek fryrja nga korrupsioni në rrjeteve sociale të ky debati i shtetit. Ai që vjen nga korrupsioni, dëmi më i madh që i vjen një vendi është mungesa e drejtësisë, është korrupsioni vret garën, ti e di këtu në Amerikë një person me $50,000 mund të hap $20,000 mund të hapë një biznes. Në Amerikë $20,000. Në Shqipëri për shkak të drogës, për shkak të lekut të madh që vjen nga korrupsioni, një njeri i ndershëm, sado të mbledh, ja mlodhi 20 milion, si të them, $20,000, ja mlodhi 50.000, nuk kanë asnjë lloj vlere në krahasim me lekun e pisët që vjen aty. Pra, kjo çon që ai ndershmi të lodhet, ta lërë vendin të shkojë diku tjetër. Korrupsioni, heqja e shpresës, le të themi, mungesa e shembujve të mirë për rininë e punës. Këto janë problemet kryesore. Të ato tjerat do ishin krip në një gjellë të mirë, pra, po të mos ishin, do ishin më mirë, po që nuk besoj se është mjetuar gjithmonë një lloj balance në trajtimin e çështjes. E them edhe këtë gazi për faktin që shumë edhe politika patjetër po shfrytëzon rrjetet sociale, po i shfrytëzojnë jashtëzakonisht shumë për propagandën e tyre, dhe këtu e kisha te kjo pjesa e debateve mes imamëve apo në rrjeteve sociale, mos ndoshta edhe kjo po mundohen të kopjojnë një politiku, dihet që tashmë ndoshta edhe me tani unë nuk kam asgjë përkundrazi, është gjë e mirë sepse akoma ka njerëz që vazhdojnë bëjnë pyetje, po themi për shkak të nivelit kulturor, një imamit pyetje ku e di unë se çfarë mos duhet të flenë me gruan gjatë kohës Ramazanit, pra deri në këtë pikë mund të themi të aspekti kulturor, por e kam më shumë të pjesa e fyerjeve dhe ofendimeve që bëhen mes, apo shfrytëzosh rrjetet sociale për fyerje dhe për ofendime ndaj të tjerëve. Kjo është ajo më shumë që besoj çdo se nuk i ndjek shumë, po çdo rast ku
imami apo kleri apo kushdo qoftë që bën një intervistë, qoftë në dy sot. Nëse unë do të fyje një grup njerëzish apo një fe tjetër apo një kulturë tjetër, besoj se nuk duhet lejuar, nuk besoj se ka shumë shembuj të tillë që shkaktojnë konflikt, ndërsa të mos harrojmë se çdo imam, çdo kler është njeri, ka atë se thuash ecejaket e veta, rritjen e vet intelektuale, edukimin e vet personal, përvojat e veta, dhe përgjithësi nëse trendi i një personi, një individi është pjekja, është edukimi, është arsimimi, lapsuset, gadimet që mund të ketë bërë gjatë rrugës, që nuk besoj se ka një person pa gabime dhe pa lapsuse, besoj se janë shpresoj që të jenë në nivel të mundshme për të falur, minimaliste. Gazi, duke qenë që ju keni punuar në Kosovë, Shqipëri dhe i njini të dy realitetet, si shihni këto debatet e Gylenisë Erdoganisë në Shqipëri, që është pak më theksuar në fakt? Që e fundit që ne shqiptarët do kishim nevojë do ishte çdo lloj gjëje që na ndan më shumë. Çdo lloj problemi, çdo lloj importi i një problemi diku tjetër që na ndan më shumë. Ne kemi pas nevojë për ndihmë, sidomos pas komunizmit, për arsim, për investim, edhe çdo grup që ka ardhur. Me njëtën e vetë mirë, me problemet që mund të kemë pas vetë, me mangësit, sepse asnjë grup nuk është perfekt, besoj se i kanë shërbyer Shqipërisë. Mos harrojmë se në vitet 90 në shumë vende s'kemi pas ujë drita, akoma sot flasim Tiranë s'ka ujë drita. Na ka mungu shkollat, na ka mungu, donim të shkonim në xhami, po s'kishte imam. Donim të mësonim Kur'anin, po s'kishte mësues. Edhe çdo individ, çdo grup që ka ardhur ka ndihmu popullin shqiptar për të arsimu, qoftë shkencat sociale eksakte apo qoftë ato fetare, për mendimin tim meriton vlerësim. Dhe lëvizja Gülen, lëvizja e hizmetit, pra siç quhet, për mendimin tim meriton një vlerësim të jashtëzakonshëm për gjithë popullin shqiptar, se nuk kanë hapur shkolla vetëm në Shqipëri. Në Kosovë, shkollat e para private pas luftës, edhe shkollat cilësore. Lëvizja Gülen. E njëjta në Maqedoni, e njëjta në Malzi, nuk e di për Malzi, për pak të Maqedoni jam i vetëdijshëm, e di. Dhe problemet që kanë ndodhur në Turqi mes kësaj lëvizje dhe leadershipit politik atje, siç po ndodhin nesër mes një lideri politik në Shqipëri edhe një grupi tjetër apo disa gazetarë në Shqipëri, kësaj çështje nuk mbarojnë kurrë. Sot fillon një debat, nesër vazhdon një debat tjetër. Gyleni ndroi jetë, Erdogani do jetojë gjithmonë, por problemet që ne mund sjellim ato mund të jetojnë më gjatë se sa Hoxha Efendi Gyleni, po edhe më gjatë se sa Erdogani, që besoj është gjëja e fundit që ne kemi nevojë. Çdo kush është i lirë. Ne jemi në Amerikë dhe një nga gjërat që ne mësojmë është pjesë unë jam dhe Amerikan, edhe për drejtave tona është liria e fjalës, liria e besimit, për sa kohë që ne respektojmë njëri tjetrin, çdo kush është i lirë të besojë, të ndjek liderin apo mësuesin e vet. Ai që ka mësues Erdoganin, edhe do ta ndjek atë edhe në këtë botë, edhe në ahiret, duhet respektuar përzgjedhjen e vet. Ai që mendon se Hoxha Efendi Gyleni ka pas mësime të mira dhe duhet ndjek edhe në këtë botë edhe në botën tjetër, edhe i duhet respektuar. Disa gjëra dalin pa këtë botë, disa gjëra dalin pa në botën tjetër, por gjithçka është. S'kemi pse importojmë problemet e shteteve tjera brenda territorit tonë. Diçka është e qartë që çdo lloj ndasie që ne i shtojmë kësaj zallamahie të madhe që ne aktualisht kemi sa të si popull, nuk besoj se i shërben askujt. Ja, vërtet është. Në fakt e tha dhe vetë, neve tani jemi bërë dhe shtetas shqiptarë amerikanë. Por këtu në SBA shpesh kemi rastet të islamofobisë deri edhe nivelet larta. Si i përjeton këtë situata kur i dëgjon si imam? Tani, me thënë drejtën, ne si shqiptar pak përballemi me islamofobin. Ka një lloj lidhje të islamofobisë edhe me ngjyrën,
Unë kam punu edhe në burg një vit e gjysmë, ka qenë pak para dhe gjatë Covidit, edhe e kam parë vetë se si islamofobia ndryshon ndaj një muslimani të bardhë, edhe ndaj një muslimani me ngjyrë apo me një prejardhje nga vende të caktuara, sidomos lindjes mesme. Kështu që besoj se shqiptarët musliman janë përballë më pak me islamofobi, ndoshta shqiptarët që janë mbuluar, ndoshta kanë pas një lloj kontakti pak më të ndryshëm me një mashkull shqiptar. Vendi ku jeton ka shumë rëndësi, pra në vendin ku ne jemi, bie në sy në fakt, sidomos këtu kur vishet me burka bie në sy ajo që është edhe dallohet, po them. Burka nuk kanë shqiptarët, nuk njoh në shqiptar me burka, po e kanë fjalën vendi ku ne jetojmë, niveli i arsimit është shumë i lartë, pra New York, New Jersey, Massachusetts, pra gjithë kjo Pennsylvania, gjithë ky pelg, njerëzit janë më të arsimuar, janë më mendje hapur, diversiteti është shumë i madh, edhe këtu niveli i islamofobisë është relativisht shumë më i ulët se sa një vend tjetër ku mungon diversiteti. Zakonisht vjen nga mosnjohja. Momenti që një person është njohur me një musliman, ka lagje një musliman, apo punojnë bashkë, këto raste sa vinë e ulën. Jemi në Amerikë, një prej gjërave të Amerikës është se ekziston ligji, në nivelet më të mira të mundshme, krahasim me shumë vende të tjera. Dhe në momentin që një person të diskriminon për shkak të fesë, atij mund të shkatërrohet karriera, mund të ndryshojë jeta, prandaj edhe kjo është një mburojë e mirë, do thoja, për çdo person. Po përveç këtij fakti, në fakt, kur jemi te kjo pjesa, lexova diçka sot që kishit bërë në lidhje me këtë punën e Epstein, skandalit të Epstein. Kishit bërë një status diçka të shkruar në Facebook, që thoshit pak a shumë që falimentimi i njerëzimit me publikimin e këtyre të dhënave. Mund ta ezaurosh pak? Tani çdo kush është i vetëdijshëm që fatkeqësisht le të themi nuk ka një cak në të keqen e njeriut, siç nuk ka të cak në të mirën e tij. Zoti na ka lënë të lirë edhe në rënje, por edhe në ngritje. Na ka dhënë mundësinë me i kalu dhe engjëjt, por fatkeqësisht mund të zbresem edhe më poshtë se kafshët. Çdo rast ku abuzohet i dopti, femra apo mashkull, nuk ka rëndësi gjinia, por fatkeqësisht femra është më e butë. E pastaj për më tepër kur abuzohet minorët, edhe fëmijët, edhe njerëzit që janë pa mbrojtur, besoj se kjo është pika e dobët për çdo individ që i thot vetes njeri, pavarësisht fesë. Nuk në asnjë rast nuk është trajtuar që fëmia ka qenë musliman apo krishterë apo i pa fe, mjafton fakti që ka fëmijë që janë abuzuar, dhe besoj se sidomos kur vjen nga njerëz që pushtet dhe njerëz me pushtet që ka mundësi, edhe ta mbrojnë vetveten, kjo bëhet edhe më sfiduese, edhe shoqëria amerikane është mes një, le të themi, debatit fort, ku shumë njerëz kërkojnë që fajtorët të dënohen, siç ka dhe shumë njerëz që besojnë se një pjesë mund të dënohet, por një pjesë do të mbrohet. Fatkeqësisht kjo është historia njerëzore që do të vazhdojë për sa të jetë, apo ne prandaj besojmë në ahiret, pasi prandaj besojmë në botën tjetër. I lutemi Zotit që të dënohen ata që në këtë botë, të dënohen gjithë ata që kanë marrë pjesë, gjithë ata që kanë ndihmuar, kanë asistuar në këtë masakër, edhe jo vetëm në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Ka një Zot, ka dhe një ahiret, ka dhe një botë tjetër, ka xhenet, ka dhe xhenem. Këto janë pak a shumë të mbajnë me shpresë me lejen e Zotit. Ti kthehemi pak çështjes personale. Pse zgjodhe teologjinë dhe rrugën e imamit? Ka qenë një vendim interesant, për cilin sot i lutem e falenderoj Zotin që kam zgjuar. Unë kam qenë relativisht ndarësi mirë, sidomos matematik. Merra pjesë edhe në olimpiadat e matematikës. Edhe besoj se nevoja për imam
që kishte në atë kohë. Unë kam mbaruar shkollën në vitin 2000, edhe ishte shumë e rrallë të shikoj një imam të moshës re, për shkak të komunizmit, dhe gjatë shkollës ajo dëshira për fe, për besim ishte e lartë, pavarësisht se imazhi im për Turqinë ishte shumë fetar, ishte shumë ndryshe, dhe kur shkova në teologji u përballa me një Turqi ekstremisht kundër fesë, ku femrat edhe në teologji nuk lejoheshin të fuzeshin me shami. Është një histori që besoj në një takim tjetër mund ta bisedojmë. Pra kishte një lloj zhgënjimi në fetarizmin e fesë që unë si shqiptar i ri kisha në mendjen time, po kjo ishte pak a shumë arsyeja pse shkova për teologji. Doja të jepi një kontribut, më sa kisha mundësi, sidomos tek për të dhënë një mundësi të rive që të kenë imam të ri, pra sepse mungonte lidhje mes brezave. Pra donin të mësonin fen, po mësuesi më i ri ishte 60 vjeç, imami më i ri ishte 60-65 vjeç për shkak të komunizmit. Edhe falenderoj Zotin që më vonë pa të shumë tjerë që ka shkuar, dhe para meje ka pas disa persona që kanë shkuar. Po definitely, si thonë amerikanët, absolutisht nuk ishte një zgjedhje e lehtë, dhe nuk ishte një profesion i lavdrueshëm në thonjza për atë kohë. Pavarësisht se tashmë sot edhe në Shqipëri teologu, imami respektohet, nuk është në atë pozicion që ka qenë para 20 viteve. Në fakt kjo është e vërtetë. Po ja, duke qenë që ti shërbyet në Shqipëri deri te zëvendëskryetari i komunitetit musliman dhe vendosët të largoheshit nga Shqipëria. Pse ndodhi kjo gazo? Pse u larguat? Po unë, me thënë drejtën, kam marrë mos më thuaj që marrë llotaria, sepse edhe unë për atë punë, po nuk është vetëm për llotari që largova. Flas pse vendoset largohesh. Nuk më ka ra llotaria, unë kam marrë. Po me kontratë punë. I kam bërë dokumentat me anë xhamis, ku kam shërbyer. Unë kam marrë në Amerikë para se të bëhem në kryetar, dhe kam shërbyer si imam, që në vitet 2008 e më mbrapa, në komunitetin shqiptar, sepse pata ardhur për master në Connecticut. Edhe patë një lloj lidhje shumë të fortë me komunitetin shqiptar. Këtu pashë këtu nevojën e madhe që ka. Isha imam i parë në xhami e 50 vjeçare. Ka pas shërbyer një person shumë i nderuar, imam Qemal Lami quhej, Zoti nderoft. Po si thua, full time imam, ishte imam i parë në qendrë 50 vjeçare. Komunitet jashtëzakonisht i mirë, amerikanët, shqiptar-amerikanët një potencial të jashtëzakonshëm edhe për vendin, por edhe për Shqipërinë. Dhe kjo lloj lidhje ne e kemi vazhduar kontaktin gjithmonë për 7-8 vjet, deri kur vendosa që të vi të shërbej këtu. Edhe jam shumë i lumtur që kam marrë. Komuniteti musliman është për institucioneve më të mira në Shqipëri, edhe kam qenë i nderuar që të shërbej me ai sa kam pas mundësi. Zoti na falt për gabimet, se kemi qenë më të ri. Kur je i ri përpiqesh me sinqeritet, po edhe mund të gabosh. Kështu që Zoti inshallah na fal gabimet dhe na shpërbleft për ndonjë punë mirë që mund të kemi bërë, ose jemi bërë sebeb, le të themi. Pra nuk je pishman që ke lëviz ke marrë vendimin për të ardhur në Amerikë, me sa e dëgjoj. Nuk jam pishman as që kam marrë për studiu këtu, as që u ktheva, dhe as që kam marrë prapë, absolutisht. Po si e shef këtë eksodin masiv të shqiptarëve në fakt që po ikin nga Shqipëria? Ti e citove pak më lart puna e politikës që është dëmi më i madh që i bëhet atij vendi. Dhe si e shef këtë? Ajo që mungon më shumë njeriu është siguria. Pra ndjenja e sigurisë është e pazëvendësueshme me asnjë lloj ndjenje tjetër. Siguria nuk zëvendësohet as me para, as me karrierë, as me asnjë lloj gjëje tjetër. Prandaj nofka e profetit Muhammed para se të bëhet profet ishte i besueshëm, i sigurt, që të jepte siguri, pra. E besimtar, sa profeti selam, besimtari është ai prej dorave dhe gjuhës cilit janë të sigurt tjerët. Pra, siguria është shumë e rëndësishme, besoj se shumë shqiptarë ikin për shkak mungesës së sigurisë. Që do thotë, në çdo çast
gjithçka jote mund të zerohet. Kjo ka ndodhur me komunizmin, në kohë të ndryshme ndodhi në S7-ën, ndodh nëpër karriera në ndryshim politike, dhe kjo ndryshe është kur është në nivele të menaxhueshme, që është në çdo vend botës, kur ndryshon një qeveri apo ndryshon një ministër apo një kryeministër, ndryshe është kur është në nivele masive, ku zbret deri tek pastruesi i shkollës. Besoj në trajtimin tim modest, do të thojë që mungesa e sigurisë është arsye e parë, e cila po të shpjegohet ka ato në ndegët e veta. Po në fakt e vërtetë kjo. Po Gazi u përshtatet, besoj, tani jeni përshtat mirë me jetën në SHBA dhe keni marrë edhe shtetësinë. Po çfarë plane ke për të ardhmen? Do të vazhdosh të qëndrosh këtu apo mendon të kthehesh një ditë në atë vepër përsëri? Tani unë jam Tiranës, jam nga Petrela, edhe në Tiranë si të Petrelës nuk njihena për plane. Ne njihemi për përpjekjen me pas zemrën e mirë, zemrën e pastër, shkushmëri me njëri tjetër, me pas një jetë mirë, më shumë për tashmen e kemi në Tiranë, se të ardhmen e ka dorë Zoti. Po kudo që t'jemi, se jo ka rëndësi, kudo që t'jemi, t'japim shembullin e mirë, sa kemi mundësi, mos i futemi në hak tjetrit, ta ruajmë zemrën, inshallah. Përpiqemi me mundësitë që na ka dhënë Zoti, na ka begatuar Zoti me mundësi të pafundme. Çdo mundësi që robi ka për të shërbyer është dhuratë, është shenjë e mëshirës vet. Kështu që lutemi Zotit na bëj çelës për të mirën dhe dry për të keqen, inshallah. Kudo që t'jemi, qoftë Shqipëri apo kudo tjetër. Faleminderit Gaz për këtë bisedë sinqert dhe të vlefshme. Faleminderit dhe ty, dhe Zoti ta shpërbleft. Nuk është e lehtë të vazhdosh edhe jetën në Amerikë, sepse në këtë ditë ngarkuara në fakt është edhe vështirë të gjesh kohën këtu, sidomos në Amerikë. Po shpresoj erën tjetër, bisedën tjetër ta bëjmë brenda në studio kur na vish këtu në Boston. Inshallah. Zoti trujt, të falenderoj shumë. Edhe miru takofshim. Respekti uroj gjithë shqiptarëve kudo që na ndjekin, Ramazan pranum, të begat, Zoti na pranoft sakrificat, agjërimet, edhe inshallah në fund të këtij muaji të kemi bajram të vërtet me gjunafe të falura dhe të bashkuar me njëri tjetrin. Miq, këtu përfundon edhe ky episod në Mashqip. Ju falenderoj që na ndiqni dhe komentoni dhe na mbështesni. Mos harroni subscribe në faqen tonë në YouTube dhe në rrjetet sociale, pëlqime dhe komente, e të bëni edhe pyetje. E në fund, shfletoni mashqip.com për lajmet e fundit nga Shqipëria, Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe diaspora. Deri në episodin e radhës, ju urojmë agjërim të lehtë dhe të pranueshëm për të gjithë besimtarët. Faleminderit dhe mirëmbëjtje.